kërkesë që më ka tërhequr vëmendjen është kërkesa që gjithë shtesat e ardhurave në buxhet nga TVSH-ja mbi çmimin e rritur të karburantit të rikthehet drejt për drejt për qytetarët dhe bizneset në çmimin fundor. Dua ta rikujtoj që ka vetëm një kategori që do të marrë më shumë sa herë që t'jepet mundësia, qoftë nga rritja ekonomike mbi parashikimin, qoftë edhe nga të ardhura të rritura si pasojë e situatave të kësaj natyre, dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pik. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin, sepse nga njëra anë në sektorin publik pagat janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe do vazhdojnë të rriten sipas parashikimeve të bëra. Nga ana tjetër, siç ju e dini më mirë se sa shumë kusht tjetër, në sektorin privat pagat janë rritur dhe rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos për ata që kanë kualifikime nuk është më pyetja a vjen të punosh me këtë pagë, po në fakt është ndryshe tani. Është sa e do pagën që të vish të punosh. Ktu jemi. Në këtë fazë të zhvillimit të vendit dhe në këtë fazë të nevojës së kompanive për më shumë njerëz kualifikuar. Kështu që përgjigjja jon për çdo kërkesë dhe për çdo rvatje dhe për çdo fantazi që